Për rreth 35 vitesh banorët e fshatit Grudere përballen me mungesën e ujit të pishëm. Ata thonë se e kanë ngritur këtë problem prej vitesh, por pavarësisht ankesave ende nuk kanë marrë asnjë masë konkrete. Banorët tregojnë se jeta pa ujë është kthyer në një vështirësi të përditshme për shkak të pamundësisë për të bler ujë. Disa prej tyre detyrohen të shkojnë deri në rrjoll, ku mbushin ujë të paktën një herë në javë. Na jena ka 35 vjet si s'kena uja, s'kena drita, s'kena rrugë. Ka tonë më keq, nuk oson të ka bota se janë të rrethina këtu. Jena bo me i vu pushkën vetit. E din shteti, kur kanë voda që kanë nevojë për voda. Ne premtojnë gjithë ka, po bojmë kështu. As si sen nuk kanë bo, absolutisht. Jena kanë më mirë me Enver se jena sot 700 herë. U kom 2 djelë një tu. Njoni ka makinën e dhe shkon e merë e në majet rjollit atje, shkon e merë ujë i herën javë. Këna lehë bollës në merë kur kush vesht lumbojza. Unë që ku kam posetën s'kam ujë. E marë ujë në malë, ati në rrjoll. Ku s'muna më sa me 20.000 lek asistent. Ata kanë premtuar. Ka ba 100 milion i kë situacioni me marë. Kurse na s'kena ujë. Ironia sipas tyre është se edhe pse nuk kanë ujë në robinet, në fund të çdo muaji u faturohet pagesa për ujin. Por ti paguajmë edhe për ujë, edhe për rrugë. Kur ka makinë. Në kur bëjmë asistencën vjetore, mahet ujë pastrimit, edhe ujë mahet. Ujë s'ka. 5.000, 20.000. Ujë s'ka. Hape posetën edhe qicët i kanë marë, sa hapë. Një të vend ku jena na, a gjuna o tërp me i thonë kuj, pse s'kena ujë se jena në gjitë burimit. Deri te kaloja Shkodrës o kanë furnizu me ujë rjollit, kur o kanë shteti komunist. Sot s'ka kur i pi. Pas 35 vitesh, Grudere vjen të përballet me mungesën e ujit të pishëm. Banorët kërkojnë ndërhyrje dhe zgjidhje konkrete, pasi mungesa e ujit të pishëm po ndikon drejt për drejt në jetën e familjeve të këtij fshati.